Shkodra nuk është vetëm djepi i futbollit shqiptar, por edhe i tenisit shqiptar. Në Shkodër u ndërtua fusha e parë e tenisit, ku luajt tenis për më shumë se 2 dekada. Jo vetëm e kaq, por sot me krenari mund t'i themi edhe Serbisë, që mburret edhe për historikun e këtij sporti. Se tenisi në Ballkan nuk u luajt për herë të parë në Serbi, por në Shkodër, që nga çareku i fundit i shekullit të 19. Po si lindi, kush e solli tenisin në Shkodër? Tenisin në Shkodër e solli djali i tretë i lordit Pagjet, George Pagjet, që kishte rënë në dashuri me Shkodrën dhe e kishte tenisin si pasion të dytë të tij pas atij të gjuetisë. Ai tashmë njihet që investoi në Shkodër me kullën dhe saatin inglizit, por ai kishte bler edhe një aneks me një tokë pranë kësaj kulle dhe e kishte kthyer në një fushë tenisi. Sporti tenisi njihet në atë kohë si sport vetëm i të pasurve dhe Gjorgji ftoi anëtarët e familjeve pasanike shkodrane dhe krijoi në Shkodër një grup tenisi nga ky komunitet shkodran. Subscribe për më shumë video si këto.